Rama, protestat në Shqipëri kanë hyrë në muajin e dytë të tyre. Në ditët e para keni thënë që për herë të parë në gjithë këto vite qeverisje ju konsideruat e menduat e çuat në përmend të dorëhiqeshit. Para pak ditësh tha që ky nuk është një opsion, ju jeni votbesuar nga populli shqiptar për të çuar Shqipërinë për ta ndërthyer Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Janë dy versione të kundërta. Pas një muaji protestash, cili është qëndrimi juaj? Nuk janë dy versione të kundërta. Unë kam ndarë me grupin parlamentar opinionet e mia dhe kam shprehur një ndjesi lidhur me faktin që unë jam zgjedhur dhe qëndroj në detyrë për të bërë gjërat, jo për të tërhequr zvarr. Dhe ndërkohë dorëheqja nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do jetë opsion për një arsye shumë thjeshtë. Sepse unë jam mandatuar së bashku me Partinë Socialiste nga 868.000 shqiptar për të realizuar misionin e mbylljes së negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një mision historik që nuk mund të lihet në mes për asnjë arsye. Dhe për më tepër pastaj për faktin se një pjesë e qytetarëve zgjedhin të protestojnë. Nga ana tjetër, protesta është diçka jashtëzakonisht kuptim plot për Shqipërinë, për nivelin e lirisë, për nivelin e demokracisë dhe për faktin që në Shqipëri protestohet, njerëz nga gjithë rrugët e jetës dalin, kanë gjërat e tyre për cilat dalin, ne kemi detyrën t'i dëgjojmë, kemi detyrën ta lexojmë çdo mesazh që ata na japin dhe këtë po bëjmë. Nëse Edi Rama nuk do ishte në petkun e kryeministrit, do kishte dalë protestonte për spitale më të mira, për rikjen e trurit që vazhdon prej vitesh, për një sistem, për një administratë më të mirë, të cilën e akuzuat para pak ditësh. E fajsuat, le të themi, si përgjegjës. Unë nuk kam arsye për të menduar që do dilja aty nëse do bazohesha në fakte dhe në informacionin e vërtet. Nëse do bazohesha në të gjitha llojet e manipulimeve, gënjeshtrave dhe amplifikimeve, patjetër do dilja edhe unë aty. Por faktet dhe informacioni i vërtet është ndryshe. Pastaj shëndetësia, arsimi edhe gjithë të tjerat kanë problemet që kanë. Problemet nuk lindën ditën që filloi protesta, problemet kanë qenë aty, janë shtruar në rrugën e zgjidhjes, janë zgjidhur pjesërisht dhe për të çuar përpara zgjidhjen e tyre kemi marrë mandatin e popullit shqiptar me shumicën më të madhe ndonjëherë që se unë udhëheq Partinë Socialiste. Kështu që nuk mundet dot që të çohesh një ditë bukur dhe thuash që unë dua shëndetësi më të mirë dhe kjo qeveri duhet iki. Nuk funksionon. Duhet presësh kur të vinë zgjedhjet e tjera.